Malaja për neje. Hajde gdruhe, hajde. Faleminderit, dhe ju njefshim. Selam alejkum. Hajde, amësie. Hajde. Ore gjobe. Forse questa stessa conferenza
Engel kisoj, što moj, rajde engel. Rik. Pa to? Pa to? После kad strikula. Neli, posle, Neli. Čekaj, onda... Neli, posle je strikula. Albanac. To, gotovo. Efendim. Malo postari neka sjedna.
Da se ova strana preprlete se, umo će biti nevidjet sunce. Neko tamo, Mopigući. Dvije decata na ona strana priberete se, ovaj del da je slobodan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صدق الله العظيم. Të nderuar musafir, të nderuar bashkëshortar, më lejoni që në emrin tim personal dhe në emër të Këshillit iniciues për ndërtimin e xhamisë së re në fshatin Baçisht, që përshëndes me përshëndetjen islame më madhështore. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Pra paqja, mëshira dhe bereqeti i Zotit qofshin mbi ju. Ju dëshiroj mirëseardhje në vendosjen e kurthemelit të xhamisë së re në fshatin Baçisht. Fillimisht,
eftoj imamin e fshatit të Reçan, zotërin Haxhi Abedin Efendi Miftarin, që të këndoj një asher. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلامة على المؤمنين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Kam derë dhe respekt shumë të madh që në emrin tim dhe në emër të Këshillit për ndërtimin e xhamisë së re në fshatin Baçisht dhe po ashtu në emrin e të gjithë fshatarëve të fshatit Baçisht të përshëndes Reisul Uleman e Bashkësisë Islame në Republikën e Maqedonisë, Haxhi Bari Efendi Aliun dhe ish kryetarin e Bashkësisë Islame të Jugosllavisë, Haxhi Jakub Efendi Sulejmanovski. Një duar trokitje. Gjithashtu e përshëndes muftiun e Bashkësisë Islame të Kërçovës, Haxhi Murat Efendi Huseinin me bashkëpunëtorët e tij. Gjithashtu shpërtëzoj rastin përshëndes përfaqësuesin e komunës së Zajazit, Recep Efendi Hasanin me bashkëpunëtorët e tij.
Dhe po ashtu, përshëndes të gjithë qytetarët, të gjithë pjesëmarrësit për ndërtimin e xhamisë së re në këtë fshat. Ta sheftoj imamin e fshatit Mexhajt Efendi Zeqirin që ta marrë fjalën përshëndetëse. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Të nderuar prezent, më lejoni që t'ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Esselamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Pacha, mëshira dhe begatia Allahu qoftë mbi ju. Falenderimet i takojnë vetëm Allahu Xhaleshanuhu, krijuesit të gjithësisë, ai i cili na udhëzoi në këtë fe. Salavatet të përzemërta i dërgojnë vulës të gjithë pejgamberëve Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur, ne sot kemi një ditë historike. Sot ëndra e këtyre banorëve është shndruar në realitet, që ndoshta ndonjëherë as nuk kanë mundur që ta paramendojnë se do të përjetojnë një ditë sikur kjo e sotmja. Por puna, vullneti, dëshira e plakt dhe para se gjitha është ndihma e Allahu Xhaleshanuhu, ndoshta pa imagjinuar e bëjnë të mundur. Dhe kjo ndodhi sot kur ne së bashku jemi të vuar në këtë akt solen për të vendosur gur themelin e kësaj xhamie të re në fshatin Baçisht. Ju banorë të fshatit Baçisht, ju bashkëqytetarë si dhe ju të nderuar gurbetçi, datë ka fshatën e Bukës, i latë anësh nevojat private dhe kontribuat në ndërtimin e këtij objekti, për një të vetmin qëllim që edhe këtu të ndëgjohet fjala e Allahu Xhaleshanuhu. Do të thotë edhe këtu të thirret ezani e të adhurohet Allahu Xhaleshanuhu. Allahu Xhaleshanuhu në Kur'ani Kerim thotë: Bismillahirrahmanirrahim, wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Dhe me të vërtet xhamit janë të veçanta për të adhuruar Allahun e mos adhuroni në to askë tjetër pos Allahut. Të nderuar miq, ndërtimi i xhamive më përkujton në punën e Ibrahimit a.s., i cili ngriti themelet e Ka'bes, gjithashtu më përkujton në veprën e Muhammedit a.s., kur ndërtoi xhamin e tij në Medinë, e cila xhami nuk ishte vetëm paltore, por ishte shkollë, parlament, akademi e tjerë. Për atë edhe pejgamberi a.s. me të arritur në Medinë mori iniciativën për ngritjen e Akademisë së Shkencave Islame të quajtur xhami. Por edhe ne sot vendojmë gur themelin e këtij Bejtullahu, në të cilin njerëzit do të pastrojnë shpirtin, do të ngritin moralin, do të shtojnë dashurinë ndërmjet veti dhe do të bashkojnë zemrat dhe mendimet e tyre. Pra përkujto qite me pasurinë tënde që ke shpenzuar në ndërtimin e këtij objekti madhështor, je prej atyre që e ndjekin rrugën e Muhammedit a.s., je një për shkaktarëve që edhe në këtë vend të thirret ezani, që edhe në këtë vend të lartësohet fjala e Allahu Xhaleshanuhu. Dua që vetëm t'ju kujtoj edhe një hadis në pejgamberit a.s., i cili thotë se Allahu Xhaleshanuhu ka thënë pra në hadisi kutsi: unë nga njëherë dua t'i dënoj banorët e tokës, por kur në mesin e tyre shoh të atil që ndërtojnë xhamia dhe asi që duhen për shkakun tim dhe të tillë që zgjohen heret të më luten mua dhe kërkojnë falje, unë heq dorë nga dënimi im. Unë nuk dëshiroj që ta zgjas më tepër, pasi që kemi edhe mysafir tjerë, por vetëm do ta kishe lutur Allahun Xhaleshanuhu që gjithë ata që ndihmuan dhe do ndihmojnë në ndërtimin e kësaj xhamie, qoftë materialisht, fizikisht apo moralisht, që Allahu Xhaleshanuhu t'i shpërblej me nga një pallat në xhennet, ashtu siç premton Allahu Xhaleshanuhu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Ju falenderit për durimin që treguat.
Ta sheftoj përfaqësuesit e komunës së Zajazit, Recep Efendi Hasanin, që ka marrë fjalën e rastit. Të nderuar të pranishëm, të nderuar bashkëqytetarë, qytetarët të Baqishtit, më lejoni fillimisht ju përshëndes në emrin tim personal, si dhe të kërkoj ndjes për mos prezencën e kryetarit komunës, i cili gjithashtu ju përshëndet për arsye objektive kishte një takim shumë të rëndësishëm në shkollë. Dëshiroj që dita e sotme të jetë një ditë ashtu sa solemne dhe e mbarë, pasi që vendosim një gur themel të një Bejtullahu, le të shërbej kjo xhami jo vetëm për edukatën islame të brezave që vijnë, por le të shërbej edhe për ndërtimin e dashurisë ndërmjet njëri tjetrit. Pasi që jam edhe bashkëautori i projektit me arkitektin e nderuar zotin Shasim Hasani dhe një grup tjerësh që kanë marrë pjesë në projektin e këtij objekti, dëshiroj të thosha disa fjalë lidhur me xhaminë e re. Nga aspekti arkitektural i objektit të ri të xhamisë në Baqisht, është zgjedhur forma drejt këndore me dimensionet jashtë me 12 metër me 16 metër, e koncipuar me 2 minare. Tani ato të ndërtohen të dyja apo vetëm njëra do jetë dëshire banorëve, e njerëzve iniciatorëve të Baqishtit. A do të mund të përballohet financiarisht apo jo? Unë lut Zotin që jo vetëm 2, po edhe 2 të tjera të ndërtohen, 4. Nga aftësia e vetë objektin, nga kapaciteti është i projektuar që njëkohësisht të mund të kryen ritualin e namazit afërsisht ndërmjet 300-350 besimtarë, e konceptuar në 3 nivele, ku kati përdes do të shërbej jo për rite fetare, është vendosur një garsonier për imamin e xhamisë, një abdeshane edhe një sallë ndihmëse për mbledhjet ndryshme. Ndërsa mbi katin përdes në katin e parë është pjesa ceremoniale ku do të zhvillohen ritualet e namazit, si dhe mbi të makfiri i cili do të shërbente për faljen e femrave. E veçanta e këtij objekti është se hyrjet në xhami janë plotësisht të ndara për meshkuj dhe për gra, si dhe mbulesa është e konceptuar me një kupoll qendrore e cila do të simbolizonte kupën e qiellit. Nëse keni diçka rreth këtij objekti, këtu kemi të prezantuara disa fotografi, për hir të kohës që mos ta zgjasim më tepër, më mirë pastaj do secili të shikojë, eventualisht mund të bëjë një koment të nevojshëm. Ju faleminderit. Tash kam nder dhe respekt që taftoj muftiun e Bashkisë Islame në Kërçov, që ta marrë fjalën e rastit Haxhi Murat Efendi Huseini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ولمن تبعه إلى يوم الدين. Të nderuar vëllezër musliman, u përshëndes me përshëndetjen islame, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Falenderimet i takojnë Allahu Gjelleshanuhu, që është krijues absolut i kësaj gjithësie, paqja dhe shpëtimi qoftë mbi Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij, mbi të gjithë neve në përgjithësi dhe mbi të gjithë ata që do ta ndjekin rrugën e pejgamberit alayhi salam deri në ditë të Kiametit. Të nderuar, të pranishëm, në emrin tim dhe në emër të muftinisë së Kërçovës, përshëndes kryetarin e Bashkisë Islame me bashkëpunëtorët e tij dhe të gjithë të pranishmit këtu në këtë vend, dhe jam tepër i gëzuar
që viti 2006 do të mbahet mend për shkak se Muftinia e Kërçovës në vitin 2006 ka bo hedhjen e 4 gur themeleve për xhamia të reja dhe kemi lishu një xhami të re në përdorim. Pra, gjithsej, inshallah edhe këta deri në fund të këtij viti do të kryhen dhe do të plotësohen Muftinia e Kërçovës me 5 xhami të re. Të nderuar të pranishëm, xhamia duhet ta luajt rolin të cilën e ka luajtur që në kohën e pejgamberit alayhi salam. Xhami do të thot vend ku të bohen muslimant dhe muslimanet, pra ata që i besojnë Allahut dhe pejgamberit alayhi salam. Në xhami të nderuar të pranishëm, që prej xhamisë së parë që ndërtoi pejgamberi alayhi salam kur hynin në Medinetul Munawwara, Mesjidi Kuba. Dhe prej atëherë deri në këtë ditë të sotit, pra deri në këtë gur themel që do të hedhim tash, ndoshta ajo Mesjidi Kubaja është xhamia e parë, e kjo për këtë moment është xhamia më e re që bëm hudhjen e gur themelit. Dhe për atë, si ajo xhami dhe xhamia që kanë pasu njëra pas tjetrës që e kanë luajtur rolin e tyre, ashtu edhe kjo xhami duhet ta luajë atë rol. Çka është më me rëndësi? Më me rëndësi është se Allahu xhaleshanuhu pejgamberit alayhi salam kur ia zbriti Kur'anin azimushan, i tha në ajetin e parë, "Estaizu billah bismillahir rahmanir rahim, ikra bismi rabbikal ladhi khalaq." Tha lexo në emër të Allahut që krijoi. Pra që e krijoi pejgamberin, na krijoi neve dhe e krijoi krejt gjithësi dhe i apeloi, e urdhëroi pejgamberin alayhis salam që të lexoj, të studioj. Dhe ai lexim, ai studim filloi për herë të parë të realizohet në xhami. Për atë të nderuar të pranishëm, ata të cilët kanë dëshiruar që të bëjnë lexim të Kuranit, pra ta mësojnë leximin e Kuranit, ata është dash të mësojnë shkrim lexim. Për të mësuar shkrim lexim, do me thënë se njeriu ka qenë i përgatitur që të komunikojë edhe me shkrim edhe me gojë. Dhe ata muslimanë që para 1400 sa viteve që kanë ditë të shkruajnë dhe të lexojnë, ata mundesh t'i barazojsh me këta muslimanë të kohës sotit, pra që kanë kryer fakultet. Pra nuk ka qenë shumë e lehtë, pra kjo ka qenë një imperativ nga Kurani azimushan që të mësohet Islami, të mësohet leximi i Kuranit, pra nëpërmjet leximit Kuranit është mësuar edhe shkrim leximi. Dhe për atë të nderuar të pranishëm, duke mos vazhduar më tutje që fjalën e rastit fjalën kryetarit të Bashkisë Islame, pasi që është edhe nxehtë, unë në emën të muftinisë dhe në emën tim personal ju uroj fshatarëve të fshatit Baçisht, kryetarit të këshillit iniciues për ndërtimin e kësaj xhamie, që sa më shpejt kjo xhami të ndërtohet, sa më shpejt kjo xhami ta lëshojmë në përdorim dhe me të vërtet ashtu si që e ceka në atë formë t'i kryej edhe obligimet e saja. Apeloj që fshatarët e këtij fshati dhe qytetarët e komunës Zajazit, Oslomejes, Kërçovës, pra të gjithë muslimanë që gjendemi në këto 3 komuna edhe të tjerë që janë më tutje, të mundohemi ta ndihmojmë ndërtimin e kësaj xhamie për shkak se ai që ndihmon edhe sa do pak Allahu xhaleshanu ati ndërton pallat në xhennet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pra i falenderojmë muftiut të Kërçovës, Murat Efendi Huseinit, për fjalët e dhëna dhe me një nder dhe respekt shumë të madh, e ftoj kryetarin e Bashkisë Islame në Republikën e Maqedonisë, Haxhi Efendi Bahri Aliun, që ta marrë fjalën e rastit. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falenderimet i takojnë vetëm Allahu xhaleshanuhu,
salatet dhe selamet të dërguarit të tij të fundit, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të nderuar, sahabeve të dashur dhe të gjithë atyre të cilët e ndoqen dhe do të ndjekin rrugën e drejtë e Islamit deri në Kiamet. Besimtar të dashur, sot ndjehem shumë krenar, aq sa janë krenare këto male kreshnike, mbi të gjitha sa në mënyrë krenare valon xhamia e ndërtuar para afërsisht 600 viteve, që bashkë me ju të vazhdojmë me punën islame, me ngritjen e një xhamie të re, xhami e cila me siguri do të vazhdon rrugën e saj shekullore, sikurse që kanë vazhduar të gjitha xhami tjera në këto male, ndër këto male, por edhe në tërë botën. Nga ana tjetër, më shtohet guximi edhe më tepër kur ju në këto male keni marrë guximin që të vendoni kur themelin e një xhamie të re, me qëllim që fillimisht t'i përgjigjeni premtimit, fillimisht t'i përgjigjeni emanetit të dhënë para Allahu xhaleshanuhu se jemi besimtarë. Dhe së dyti, kryjm emanetin ton para brezave të kaluar se jemi ata të cilët e ruajtëm xhamin 600 vite, jemi ata të cilët e ruajtëm gjuhën prej kur jemi lindur, jemi ata të cilët në mënyrë të denjë do të vazhdojmë në të njëjtën formë të kultivojmë traditat tona, të ruajmë gjuhën tonë, të kultivojmë fen tonë dhe mbi të gjitha jemi të guximshëm dhe shumë të fortë se të njëjtat u alam të shëndosha gjeneratave të ardhshme. Pra, gur themelit të cilin sot e vendojmë e dëshmon tërë këtë. Vëllezër të dashur, ndërtimi i xhamisë së sotshme që fillon paraprakisht dëshmon besimin e fortë që kemi në Allahu xhaleshanuhu. Besim të cilin si shpërmendja e kemi premtuar prej prahistorisë, prej ezelit, por në të njëjtën kohë dëshmon besimin ton shumë të fortë në ditën e mbram, kur ne paraprakisht do dalim para Allahu xhaleshanuhu dhe do të përgjigjemi për veprat tona. Në të njëjtën kohë, kjo xhami në midis tjerave do të luan rolin e saj kryesor dhe ai është ibadeti i pastër islam. Ibadet të cilin e ushtruam në xhamin e vjetër, e ushtruam ndër këto male, por do të vazhdojmë edhe në xhamin e re. Por mos të harrojmë se xhamia nuk e ka rolin vetëm për ibadet, por realisht xhamia është një mini universitet, xhamia është ajo që në mungesë të shkollës që e keni patur deri para disa viteve, u harruajti gjuhën. Xhamia është ajo ku praktikisht edukohen gjeneratat e reja. Xhamia është ajo prej ku praktikisht reflekton dashuria, reflekton toleranca, afërsia, vllaznia, bashkimi, por mbi të gjitha reflekton mbrojtja e dinitetit familjar islam edhe çdo kombi dhe çdo etnosi që tubohet dhe mblidhet brenda termit të quajtur islam. Dhe mbi të gjitha kjo xhami, sikurse dhe xhamia e vjetër, ne e mbron dinitetin ton me simbolin e saj drejt qiellit, me simbolin e saj të pavdekshëm, se ne jemi ata
që do të vazhdojmë deri në ditë të Kiametit të qëndrojmë fort në këto tabane të shëndosha në islam dhe në etnoset në të cilët ne praktikisht jemi edhe të lindur. Por mos me e zgjatur të përtepër, në emër tim dhe në emër të organeve të bashkësisë fetare islame, uroj që sot vendojmë gur themelin së shpejti dhasht Allahu Xheleshanuhu, ky gur themel të rritet në xhami. Ky gur themel të fillon të jep praktikisht kontributin e saj. Dhe dhasht Allahu Xheleshanuhu, guximin të cilin sot e shprehni të shndrohet realisht në punë praktike, duke e ndërtuar e finalizuar ndërtimin e kësaj xhamie, por xhamia do të arrijë qëllimin e vet, po që se këto elemente të cilat i përmendë unë dhe paraforsit, do të përpiqemi në maksimum të mbrojmë, të kultivojmë fen, të kultivojmë kombin dhe të kultivojmë gjuhën dhe të cilën praktikisht është shumë e bukur dhe ne ka krijuar Allahu Xheleshanuhu. Dashtë Allahu Xheleshanuhu që së shpejti bashkërisht të hapim, në fakt të marrim pjesë në inaugurimin e xhamisë në punën praktike. Wassalamu alaikum. Falenderojemi kryetarit të Bashkisë Islame në Republikën e Maqedonisë, Haxhi Bahri Aliut, për fjalët e dhëna, dhe tash kam derë dhe eftoj sekretarin e Bashkisë Islame në Kërçov, Haxhi Salif Efendi Sheboskin, që të këndoj një ashef. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار وقد
فقد أحزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Ta sheftoj referentin e Bashkësisë Islame të Kërqovës, Haxhi Erçan Efendi Selimoski, që ta bëj duan e kurthemelit dhe pastaj do të hudhet kurthemelit. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمر خليله ببناء بيت الله وخصص بعمارة المساجد من آمن بالله رفقنا باقتفاء أثر رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي وعد بيتا في الجنة لمن بنى مساجد الله وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. اللهم انصر من نصر الدين وأيد ملة الإسلامية في خدمة دينك بإجراء شريعة رسول الله الأمين على مقتضى أمرك العالي في كتابه المبين بحرمة جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والسلامة على كل المؤمنين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ta sheftoj Raisul Uleman dhe bashkëpunëtorën të tij, nga Haxhi Bahri Aliun, që ta vendoj dhe më tanë kurthemelin. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, huvallahu Ekber, Allahu Ekber, velillahil hamd. Allahu Ekber, la
Allahu që të shanu u më shirok, të bekot. Pra të gjitha ata që kanë pas ftesën, janë të thirrë dhe kanë përgatit darkë ke restoranti Arabella. Faleminderit. Adesso frate se me lo voglio
Sultan Selim.